Historia jashtëzakonshme e Baki Baliut, perandori shqiptari diamanteve dhe i 2 minierave të arit në Sierra Leone, Afrikë. Si ja doli Bakiu të bëhet nga saldator në tregtar ari. Faleminderit që jeni sot me ne, Baki. Ju quajnë Baki i arit, pse? Baki Baliu, unë merrem me minerale të ndryshme në Afrikë dhe jetoj në Sierra Leone, kam 2 miniera ari atje dhe një staf të përhershëm që punon me mua. Fillimisht emigrova në Gjermani. Baba im ka punuar për 31 vjet në minierën e Trepça si minator. Në Gjermani mësova saldimin dhe punova si saldator. Më pas, u lidha me një nga njerëzit më të fuqishëm në botë për diamant dhe ar. U bëra trup roja i tij personal. Ai më porositi të mos shkoja në Afrikë, por unë nuk e dëgjova. Çfarë ndodhi më pas? Baki Baliu. Në vitin 2014 kisha bërë ca para dhe krijova një kompani për riciklimin e gomave. Nga ato nxirrnin vaj dhe solar. Në fakt, teknologjia që kisha nuk e kishte askush tjetër në rajon, por në Mitrovic pushteti më goditi dhe më mbylli fabrikën. U përballa me falimentim të madh. Atë humbje nuk e pranova, kështu vendosa të nis një jetë e re në Afrikë. Një person vendas më ndihmoi shumë. Atje kam ndihmuar edhe popullsinë lokale. Në periudha të ndryshme kam pasur nga 200 deri në 400 punëtor. Pagesa mujore është 300 deri në 350 euro, që për ta është shumë. Shteti është i fortë, nuk ka vjedhje. Licencën për minier e mora përmes kryetarit të fshatit, pa mbështetjen e vendasve nuk bëj dot asgjë. Sa kohë punoni gjatë vitit? Baki Baliu. Vetëm 7 muaj, 3-4 muajt e tjerë janë me shi dhe toka bëhet e rrezikshme për punë. Unë tani jam numri 1 për miniera atje. Në një vend gjej mar, në një tjetër diamant, por nuk ndodhin bashkë të gjitha sepse ka ditë që gjejmë, por ka ditë që gjejmë pak. Kemi 150 hektar tokë dhe gërmojmë deri në 6 metra thellësi. Ka pasur raste që ju kanë vjedhur? Baki Baliu, jo, askush nuk vjedh aty. Siguria është e madhe dhe kam grupin tim të ruajtësve. Kam gjithmonë një roje personale 24 orë dhe kur transportoj ar përdor 2 deri në 3 makina për siguri. Si e tregtoni arin dhe diamantet? Baki Baliu. Një plak prej 10 gramësh ari, 999 karat, kushton rreth $1.500 për gram. Një lingot ari vlen rreth $80.000. Në zyrën time kam valixhe me lingota që ruhen në shtëpinë time të sigurta. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.